me debatu me polët dytësore, tretësore, debatoj me originalin. Dhe nëse PSD-ja, përveç LDK-s, ka pas aksione edhe që lidhen me Partinë Demokratike të Kosovës, ajo thot që pikrisht opozita deri tanishme e ka fuqizuar vetëvendosjen. Tash po flasim për parimet tuaja, qëndrimet tuaja, planin tuaj. Pse LDK-ja kësaj here është më e fortë, siç po thoni, edhe pse mund t'i bëj ballë lëvizjes vetëvendosje pas një procesi me rezultat 51.1%. Soi përket opozitarizmit të LDK-s, e cila e pas ka fuqizuar lëvizjen vetëvendosje, ka qenë po e njëjta LDK e cila ka zbuluar 10 skandale të ministrave në pushtet. Ka qenë LDK-ja e cila e ka zbulu skandalin me kontrata një burimore, ku mbi 2000 kontrata një burimore janë dhonë për dostat e ministrave, e dostat e zyrtarëve të lartë të vetëvendosjes. Ka qenë po e njëjta LDK e cila e ka zbulu që shteti Kosovës është duke ble rrymë prej Vukhamovicit. Ka qenë e njëjta LDK e cila e ka zbulu edhe e ka hulumtu skandalin me njësor elektrik ku krejt qytetarët e Kosovës jënë vjedh përmes numërimit të pasakt të orave të njësorve elektrik. Ka qenë po e njëjta LDK e cila ka rrëzu 10 ligje që kanë tentu me u miratu në mënyrë antikushtetuese tu e shkel kushtetutën. Kështu që Lidhja Demokratike e Kosovës është kjo, opozitarizmi i Lidhjes Demokratike të Kosovës është kjo. Nëse pret dikush që ne dalim edhe e gjujmë kuvendin me zoll, ne nuk dalim. Për arsye që qatë kuvend, qëto institucione që të shtet, e ka bo Lidhja Demokratike e Kosovës. Nuk mujmë na me dal me sulmu diçka që na vete kemi ndërtu. Dhe oferta juaj është kjo që është